I lavdishmi, El Mejid. Allahu thot, mëshira e Allahut edhe bekimi i tij qoftë me ju o familje e shtëpisë së Ibrahimit. Vërtet ai është meritues për falënderim, i lavdishmi. Hud 73. Allahu më tutje thot, ai është që fal mëkatet, është i dashur, është i Zoti i Arshit të lavdishëm. El Buruj 14-15. Ky emër përcjell idenë e atij që është në posedim të çdo cilësie të lavdërueshme deri në ekstremin më të madh. Allahu i tekalon të gjitha kufizimet në çdo gjë që meriton lavdërim. Ai është i përsosur në çdo mënyrë, në të gjitha atributet e tij. Zotron njohuri të përsosur, fuqi të plot, mençuri supreme, mëshirë të padepërtueshme, vetvlerësim të plot dhe çdo atribut tjetër të lavdërueshëm në kuptimin më absolut. E gjithë lavdia e kësaj bote buron nga lavdia e tij, madje edhe ajo e profetëve. Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyete një herë shokët e tij: "Dim se si të përshëndesim me paqe, por si vallë mund të të nderojmë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Thoni, o Zoti im, zbrit nderimin tënd mbi Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu siç i ke nderuar Ibrahimin edhe familjen e tij. Me të vërtet, ti o Allah, je i lavdishmi." Fjalët e Allahut janë më të mirat edhe më të shuarat e të gjitha fjalëve. Kjo është arsyeja se Allahu i referohet librit të tij si Kurani i lavdishëm. Kaf 1. Kurani e lartëson Allahun, e bën këtë në mënyrën më elokuente në ajetin e Arshit, ajet El Kursin, i cili është ajeti më i madh i Kuranit. Allahu është një. Nuk ka zot tjetër përveç atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e ka pas kotje e as gjumë. Gjithçka ka në qiell dhe në tokë është vetëm e tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek ai përveç se me lejen e tij? Ai e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që ai di, të tjerët din vetëm aq sa ai ka dëshiruar. Kursia e tij, dija, sundimi, përfshin qiejt edhe tokën. Kujdesi i tij ndaj të dyjave nuk i vjen në rënd. Ai është më i larti, më i madhi. El Bekare 255. Po ashtu, Kurani e lartëson të lavdishmin në kapitullin e shkurtër të titulluar Sinqeriteti, El Ihlas, të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përshkroi si ekuivalente me 1/3 e Kuranit. Ai thot: "Thuaj, ai Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe atij askush nuk i është i barabartë." El Ihlas 1:4. Duhet të kapim i fort pas Kuranit, të meditojmë mbi kuptimin e tij, të fusim për ulësi në zemrat tona përmes mesazhit të tij, ta kuptojmë atë, ta zbatojmë në jetën tonë dhe ta forcojmë karakterin ton moral me të. Kjo është rruga për të përjetuar nga ndjenja e lavdisë në këtë botë. Kur Omeri, shoqëruesi i shuar i profetit sallallahu alaihi wasallam, gëzonte autoritetin e halifes së muslimanëve, ai u takua me Nafi bint Abd el Harith, të cilin e kishte emëruar zëvendës të tij në Mekë. Kështu Omeri e pyeti: "Kë e caktove guvernator mbi banorët e luginës së Usfanit?" Nafi u përgjigj: "Ibn Abzin." "E kush është Ibn Abzi?" pyeti Omeri. Nafi u përgjigj: "Një nga robërit tanë të emancipuar." Omeri në befasi u shpreh: "Caktuat një rob të emancipuar si guvernator?" Nafi u përgjigj: "Ai është i mirë përgatitur në Kur'an dhe gëzon autoritet në ligjet e trashëgimisë." Omeri pastaj u pajtua: "Me të vërtetë, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me këtë libër Allahu i lartëson disa dhe i poshtron të tjerët. I ludhemi Allahut që të na ngrejë me Kur'an dhe të na bëjë të gëzojmë nder që buron nga lavdia e tij."